Aksidente të shumta ndodhin në rrugët e Lushnjës, kryesisht nga pakujdesia e drejtuesve të mjeteve, por dhe nga mungesa e sinjalistikës, thon burime nga policia. Aksidentet lën pas të plagosur dhe viktima të pafajshme. Më e frikshme kjo panoram është kur këto aksidente ndodhin pranë institucioneve arsimore, ku qytetarët çojnë çdo ditë fëmijët duke rrezikuar jetët e tyre. Disa aksidente kanë ndodhur në rrugën e Tiranës, lagja 18 tetori, më i fundit 2 ditë më parë, para shkollës jo publike nënshkruesi i pavarësisë në Bisefa, në kohën kur fëmijët po bëheshin gati për të dalë nga shkolla. Fatmirësisht nuk pati të lënduar rënd nga drejtuesit dhe pasagjerët në automjete, por as nga fëmijët të cilët u shoqëruan të sigurt në shtëpitë e tyre. Mungesa e sinjalistikës në këtë zonë me qarkullim të dendur, ku qindra fëmijë çdo ditë kalojnë rrugën për të shkuar në shkollë, është një nga shkaqet kryesore të aksidenteve. Ndërkohë, prioriteti i qeverisë dhe pushtetit vendor këtë vit ishte marrja e masave konkrete për të rritur sigurinë rrugore në zonat përreth shkollave në të gjithë vendin, si ndërhyrjet infrastrukturore që garantojnë sigurinë e nxënësve gjatë rrugës për në shkollë dhe kthimit prej saj. Këto masa synojnë të parandalojnë aksidentet dhe të krijojnë një mjedis më të sigurt për fëmijët. Përveç fëmijëve, rrezikohen edhe banorët e zonës apo edhe qytetarët që bëjnë ecje ose dalin për shëtitje. Banorët e zonës shprehen se situata është bërë e rrezikshme për kalimtarët nga mungesa e sinjalistikës. Ata kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të autoriteteve dhe vendosjen e masave të nevojshme të sigurisë.